Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu në një deklarat për shtyp nga Selia Blu ka deklaruar se largimi i Ilir Prodës nga detyra ka qenë si pasojë e presionit qytetar dhe denoncimeve të vazhdueshme nga Partia Demokratike. Balliu megjithatë ka deklaruar se zvendësimi me Sokol Bishkën nuk është reformë, por vazhdimsi i një sistemi bashkëpunimi mes pushtetit politik dhe krimit. Është prova se pushteti i lidhur me krimin nuk është i paprekshëm. Megjithatë, zëvendësimi i tij me Sokol Bishkën nuk përbën në reformë, por vazhdimsi. Ky emrim synon të garantojë vijimsinë e një sistemi bashkëpunimi mes pushtetit politik dhe krimit organizuar. Për vite me radhë qeveria e Edi Ramës ka lejuar dhe ka ushqyer depërtimin e krimit organizuar në strukturat e shtetit. Siguria publike është politizuar, institucionet janë komprometuar dhe qytetarët janë lënë të pambrojtur. Ngjarjet e fundit përfshirë skandalet që prekin strukturat e rendit dhe të sigurisë tregojnë qartë se inkriminimi nuk është rastësi, por sistem. Kur krimi futet në polici, në administratë dhe deri në përfaqësim politik, kemi të bëjmë me kapje të shtetit. Largimi i Prodës është pranimi i heshtur i kësaj krize, por zëvendësimi i një emri me një tjetër nuk mjafton. Problemi nuk është individi, por sistemi që prodhon dhe e mbron. Pasojat kanë qenë të rënda, cënimi i sigurisë kombëtare, rritje e pasigurisë publike dhe viktimat e pafajshme nga përplasjet e grupeve kriminale. Qytetarët shpesh kanë paguar çmimin e një sistemi që ushtron forcë ndaj protestuesve dhe tolerancë ndaj krimit. Sot përballja është e qartë, ose me shtetin ligjor, ose me regjimin e kapur nga interesat kriminale. Partia Demokratike do të vazhdojë të përdorë çdo mjet demokratik për të çliruar institucionet nga ndikimi kriminal dhe për të rikthyer sigurinë dhe besimin tek shteti. Qytetarët kanë treguar se rezistenca funksionon dhe ky është vetëm fillimi. Betejë jonë është për një Shqipëri të sigurt, europiane dhe të ankoruar fort në aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tanë perëndimor.